Një shërbim i shoqëruar prej kohësh me probleme po hyn tashmë në një fazë të re përmirësimi në Shkodër. Bashkia ka nisur riorganizimin e transportit urban me synim rritjen e cilësisë dhe funksionalitetin për qytetarët. Kryetari i Bashkisë Shkodër inspektoi nga afër linjën e autobusëve duke theksuar se edhe pse ky shërbim funksiononte prej vitesh, ai duhet të jetë në standardin e duhur dhe në përputhje me nevojat e qytetarëve. Sipas tij, të gjithë strukturat janë të angazhuara për të garantuar një transport urban më cilësor dhe më të besueshëm për banorët e Shkodrës. Gjithë jemi dëshmitar të një sistemi pothuajse as pak funksional prej kohësh të autobusëve me stacionet e autobusëve absolutisht pa kushte as estetike dhe as funksionale, autobusët që nuk kanë qenë në kohë, gjë që ka demoralizuar komplet qytetin për të përdorur ato. Tashmë kemi hyrë në një fazë tjetër, siç e keni parë janë sistemuar të paktën stacionet dhe po plotësohen të gjitha. Kryesisht linja kryesore që jemi dhe sot dhe që po testojmë dhe po e shikojmë, që është Beçallik Fermentim, tani e mbrapa do të kemi çdo 20 minuta në stacion me orare të përcaktuara dhe të përpiqemi të jemi korrekt. Është shërbimi i munguar, i domosdoshëm, jemi vënuar, do thoja, por nuk ka qenë një punë e thjeshtë për të arritur në këtë pikë. Le të shpresojmë që tani do të kemi një standard të paktën për fermentim Beçallik që është e para dhe më e përdorshme. Çdo 20 minuta në çdo stacion do të ofrohet shërbimi urban në linjën fermentim Beçallik dhe Anasjelltas. Kjo është faza e parë e përmirësimit të transportit publik, ndërsa në vijim pritet zgjerimi i rrjetit dhe shtimi i linjave të tjera në funksion të komunitetit. Përveç përmirësimit të shërbimit, bashkia ka ndërhyrë edhe në infrastrukturë, duke zëvendësuar të gjithë stacionet e autobusëve dhe duke i kthyer ato në një standard modern për Shkodrën. Ky investim shkon në sinkron me projektet e tjera zhvilluese që po realizohen në qytet, duke kontribuar në një transport publik më dinjitoz dhe një hapësirë urbane më funksionale për qytetarët.